unë Dalipaj. Para se të fillojmë emisionin, që të flasim për librin e tij, doja të kujtoja të gjithë ndjekësve tanë, ata që ende nuk e kanë bërë atë subscribe, mos harrojnë të bëjnë subscribe kanalit tonë, njëkohësisht falenderoj dhe sponsorat e emisionit tonë, cilë ndihmojnë realizimin e të gjithë aktivitetit podcastit Okult. Agron, mirë mbrëma dhe mirë se na ke ardhur këtu në podcastin e shere dytë. Po. Herën e parë ka ecur mirë, ka marrë ku diun 20.000 shikime. Kjo tregon që ju kudo që të vini, jeni një personazh interesant dhe kjo do të thotë që të paktën njerëzve ju ka hapur kurreshtje një këndvështrim joti mbi teorinë e morfemave. Morfemave, siç e quani ju, se unë jam specialist i lingvistikës. Dhe një pjesë prej të cilëve nga këta kurreshtar ju tashmë keni bërë për vete i thartë të teorisë tënde në të gjitha nivelet. Para se të fillojmë, ju keni ardhur me një libër këtu në panairin e librit, e me qëra lafi jo vetëm Gonin, do më ndiqni dhe mua aty ke stenda ime e Helga Sikrit, po dhe Gonin e keni ka të parë, ku je Gonin? Jo, ka dytë, së në gjithë shkallët. Nga shkallët nga krau i universitetit. Po. Kurse unë jam prapë në katë dytë, kështu jemi në reakcionarët, në ngjitin se akoma e kam pushtetin këta të vjetrit që e ka marrë me pushke do ta lëshojmë thonë. Edhe unë jam në katë dytë në shkallët, nga ana e majtas kur hyn në dera kryesore, në katë dytë në balkon.